Po, sot rreth orës 14 stacioni policor i Podujevës ka marrë informacion se në shesh janë dëgjuar të shtëna mbarë zjarri. Njësitë relevante ju kanë përgjigjur rastet, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe si pasojë e përdorimit të armëve të zjarrit janë të plagosur 4 persona, 3 të cilët kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në incident dhe një kalimtar i rastit përfatkeqësisht, edhe i cili për fat të mirë ka lindime të lehta trupore. A dihen ende arsyet e këtij konflikti? Për motivin nuk mund të them ende sigurt, para arsye se jemi në fazën e parë të grumbullimit të informacioneve dhe posa të kuptojmë motivin, me siguri se do t'i njoftojmë. A ka ende të ndaluar për policisë të dyshuar të përfshimin në rastin? Ne informacionet që i kemi dhe në bazë ingjëzimeve që kemi nxjerr nga vendi i ngjarjes, 3 persona që kanë qenë drejt për drejt të përfshin janë të lënduar me armë zjarri, siç e potencova, dhe të njëjtit po trajtohen për momentin në urgjencën e QKK në Prishtinë. A dihet nëse kanë lidhje familjare të përfshimit në... Po kanë lidhje familjare dhe problemet janë familjare dhe kë mund të jetë motivi, por saktësisht për motivin nuk mund të themi ende asgjë. Është thënë deri tash që është i përfshirë në rast tërtor ose ka qenë në vend ngjarje dhe një zyrtar policor civil, i cili ka qenë roli i tij dhe çka ka bërë në këtë rast me detajet që vjetin. Po, siç e potencuat edhe ju, zyrtari policor ka qenë në rroba civile, është hetuesi i stacionit policor të Podujevës dhe ka qenë në detyrë zyrtare dhe ka intervenu dhe fatmirësisht ka ndikuar që rasti kushtimisht të them të parandalohen ndoshta edhe ndonjë lëndim apo plagosje tjetër.